Kosova është një nga vendet që nuk ka mekanizma të duhur për të menaxhuar dhe ricikluar mbeturinat që shkaktojnë ndotje të dëmshme të ujit, ajrit dhe tokës. Deponit ilegale, grumbujt e plehrave, rrugëve e qosheve të qyteteve e fshatrave në vend kanë mbetur larg mbikëqyrjes institucionale. Shija e hidhur që të lënë gjithfarlloj mbeturinash pranë lumenjve e hapësirave të tjera publike, edhe tash në vitin 2025, po vullos qartë dështimin institucional e shoqëror për zgjidhjen e këtij problemi. Të ndërtuara gjatë viteve 2001-2008 me ndihmën e Bashkimit Evropian, sipas Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit, deponit kanë tejkaluar kapacitetin dhe janë larg standardeve evropiane.